Zoti Noka deklaroi që takimi u organizua nga Suel Çela dhe Ervin Saliani është i vetë përjashtuar nga Partia Demokratike. Kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Ai te i kalon, vinë kuqe. Thot Suel Çela, thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka, se ka qenë përpara 2 ditësh i thirrur nga ata që kanë besuar te demokratizimi i Partisë Demokratike, pikërisht për këtë çështje, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit që t'ja mbledhi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike Suel Çela. Në gjithë karrierën time politike dhe në ditët më të vështira, kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis në krye. Rastësit shoqërojnë Sali Berishën dhe Petrit Mustafa nuk shoqëron Lulzim Bashën kur vjen në selin qendror të Partisë Demokratike. Shoqëron Sali Berishën. Është një i dënuar për vrasje me 17 vite burg. Qëndron krah Sali Berishës. Fation Dautaj është një person në kërkim nga agjensitë britanike të drejtësisë, si një person i përfshirë në akte ekstreme dhune dhe trafik masiv droge. Dhe këto janë fakte.